Më pak se 10% e kompanive të Apollogut vitin që lan pas kanë shfrytzuar grantet e Ministrisë së Ekonomisë. Më për këtë shkak, Ministri i Ekonomisë Besar Durmishi, bashkë me kryetarin e komunës së Bogovinës, Feti Abazi, sot kanë vizituar disa kompani në këtë komunë për t'i njoftuar për përkrahjen të investitorëve. Thirrja për përkrahje është deri më 15 qershor, ndërsa shumë pak kompani të Apollogut janë të interesuar për mbështetjen që mund të marrin nga ana e qeverisë. Kemi dalë që t'i vizitojmë të gjithë ato kompani që kanë kontratë të hapur për të përkrahur financiarisht për investimet të cilat i kanë bërë, po ashtu edhe ato kompani të cilët duan që të investojnë apo të rrisin kapacitetet prodhuese, të informojmë për benefitet apo për përkrahjen financiare që mund të marrin nga qeveria, më konkretisht nga Ministria e Ekonomisë dhe Punës, me të vetmin qëllim që të rriten kapacitetet prodhuese, të rritet numri i punësimit, të arrijnë që të punësojnë më shumë punëtorë në kompanitë e tyre dhe njëkohësisht të ulim edhe numrin e papunësisë në vendin tonë, ku do të arrijmë të përmbushim një nga kërkesat të cilët e ka edhe agenda reformuese e Bashkimit Evropian, të ulim numrin e papunësisë. Kemi filluar në zonën e Apollogut, pasi që informatat të cilat i kemi marrë deri më tani është që e vetmja zonë që ka më pak aplikime apo që ka më pak të interesuar është kjo zonë, të informojmë të gjithë pronarët për mundësitë të cilat u ofrojmë dhe të llogarisin qeverinë, më konkretisht ministrinë si partner të tyre dhe përkrahës të tyre. Përkundër pakove joshëse që ofron qeveria, interesi kompanive në këtë zonë mbetet ende në nivele mjaft të ulta. Në këtë drejtim, pushteti lokal në Bogovin ka premtuar angazhim maksimal për të shpërndar informacionin te çdo biznes, duke u kthyer në një urë lidhëse mes ndërmarrësve dhe dikasterit të ekonomisë. Ne si komunë do bëjmë çmos që të jemi në bashkëpunim me ministrin, qoftë se na ngelet diçka që na duhet ta realizojmë apo informacion që të arrihet deri te secila kompani, ne do marrim përsipër, kështu që edhe një herë falenderoj ministrit për mbështetjen edhe atë. Kështu që kohën sot e kemi ndarë maksimum të shfrytëzojmë të takojmë gjithë kompanitë edhe për prishmëritë në radhës do i njoftoj vetë ministri. Me afrimin e datës 15 qershor, kur edhe mbyllet thirrja zyrtare, mbetet të shihet nëse ky mobilizim i institucioneve qendrore dhe lokale do të arrijë të zgjojë interesin e bizneseve të Apollogut për të thithur mjete që synojnë zbutjen e papunësisë dhe rritjen e standardit ekonomik.